Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në YouTube në kanalin Monitor TV, për të komentuar ngjarjet më të fundit brenda fermës dhe jashtë asaj. Malbora Gura, një nga banoret, një nga fermere që në fakt ishte më e komentuar, ishte më e përfolur, të gjithë flisnin për natyrën e saj, të gjithë flisnin për lojën e saj, të gjithë flisnin për mënyrën se si Malbora kishte përzgjedhur që të jetë brenda në fermë. 2 ditë më parë vendosi që të largohet nga ferma, nuk u përjashtua. Unë nuk e besoj përjashtimin sepse unë e dëgjova. Gjatë kohës kur Malbora fliste me Ilirin, e dëgjova që dëshironte të largohet nga ferma. Edhe në bisedën me Qenin, ajo e bisedoi që do të largohet nga ferma. Do të thënë, më pas erdhi Zarfi dhe Malbora u quajt si e përjashtuar. Malbora nuk theu asnjë rregull, se po të kishte thyer rregulla Malbora dhe do t'ishte përjashtuar, banorët do ta dinin, por do me thënë, për çudi të fatit, banorët pyesnin njëri tjetrin pse u përjashtua Malbora, se pikërisht Malbora ato dy s'bëri asnjë gjë. Asnjë gjë nuk bëri, thjesht do me thënë ishte duke ndenjur, bënte debate, nuk e respektoi një sfidë, nuk është ajo diçka për të përjashtuar, sepse këto po shajnë me rob shtëpi aty dhe nuk po përjashtohen, jo më për një sfidë. Por, do me thënë që ti qartësojmë gjërat, unë dua të jem korrekt dhe transparent me publiku në analizat e mia, Malbora nuk është përjashtuar, Malbora doli me dëshirën e saj. Por, që të mos del keq produksioni, sepse kanë dalë shumë banor nga ajo fermë dhe publiku të humbën besimin dhe të pyeten çfarë ndodh, e sollën Zarfin sikur u përjashtua. Tani Malbora ka reaguar ditën e djeshme në Instagramin e saj në story duke shkruar një shkrim të vogël kundërdrejt të gjithë atij publiku që e ka mbështetur. Ajo thotë: "Faleminderit nga zemra të gjithëve që më keni mbështetur gjatë pjesëmarrjes sime në ferma VIP 3. Pas rreth 40 ditësh kam vendosur ta përfundoj këtë eksperiencë për arsyet e mia. Kam vendosur ta përfundoj këtë eksperiencë për arsyet e mia", do të thënë nuk është përjashtuar, "të cilat shumë shpejt do t'i ndaj me ju, sepse ju a kam borxh si publik, si mbështetës, si miq edhe si familje. Në një histori jo gjithmonë ka një të mirë apo një të keqe, ndonjëherë ka vetëm mendime dhe rrugë të ndryshme. Vendimet dhe mënyrat për ta përfunduar një bashkëpunim janë gjithmonë personale", thot Malbora. "Sot dua vetëm të falenderoj për dashurinë, për krahjen dhe fjalët e bukura që më keni dhënë çdo ditë. Më keni mbushur me krenari dhe mirënjohje. Ju premtoj se shumë shpejt do të ndaj me ju shumë gjëra të bukura. Faleminderit nga zemra, Malbora." Më thënë, Malbora e ka lënë të kuptueshme që nuk është përjashtuar nga ferma. Unë uroj që Malbora të bëjë një video përmbledhëse të gjithë rrugtimit të saj. Do kisha dashur që të marrë në fakt edhe një mendim nga Malbora për qëndrimet e saj kundërdrejt mënyrës së gjuhës që ka shprehur Ola brenda në fermë, por shpresoj që me ditët në vazhdim Malbora të jetë pak më aktive në rrjetet sociale.